bëhet diferencë midis qytetarit të Kukësit me anë të një kompanie greke kanë studiuar gjoja rrugën e Fushazës edhe deti që u zbatuar. Gjithë vendi dhe gjithë populli shqiptar është i shqetësuar për këtë lloj taks mbi taks në formën e taksidarëve që ju vihet qytetarëve në ato mjetet përkatëse. Ne e dim që taksa është ajo që mban një shtet, por në faktin që kjo rrugë ku do jetë shenja e parë për të bërë gjitha taksat e rrugëve të tjera që janë në Shqipëri, për fat të mirë apo të keq, janë rrugë të bërë me taks publike, me djers dhe me gjak publik. Përderisa kemi ndërtuar një rrugë me djersën tonë që nga taksa Majko dhe përfundohet në taksën e sotshme që mbahet në karburant, ne jemi kundra tarifimit apo taksës, pavarësisht se sot është për qytetin e Kukësit që e vuan më shumë, për në vend se të zhvillojmë një rrugë që quajtur rrugë kombi që lidhte dy kombet në shtete të ndryshme me Kosovën, sot kjo rrugë kthehet në kundërn e saj, rrugë që ndan këto dy kombe për shkak se taksa është e padrejtë, për shkak se është paguar, për shkak se kjo rrugë nuk ka alternativë të dytë tjetër. Kemi një rrugë e cila nuk është e përfunduar. Kemi një rrugë e cila duhet kishte garancinë të paktën 10 vjet mbasi është ndërtuar. Edhe kjo do vi mbasi të kaloj garancia e kësaj rruge, mbasi të na dorëzohet kjo rrugë, mbasi të kemi një rrugë të sigurt, prandaj ne vim për të gjetur edhe për të mbështetur frymën që Këshilli Bashkiak i Kukësit apo vetë kryetari i bashkisë ka ndërtuar me qytetarët e Kukësit, por ne vim për të shpërndarë atë frymë që jemi ashtu si kundër disa deputet, jemi kundër kësaj takse që është shumë e rëndë, shumë e shtrenjtë, edhe ka edhe kështu mafios lek brenda atij. Këtu jemi në Kukës për të sensibilizuar në një farë mënyrë shoqërinë civile, për të përshëndetur hapjen e marrë nga kryetari i bashkisë zoti Bashkim Shehu, i cili ka folur pra në lidhje me këtë taks, duke u kufizuar tek qytetarët e Kukësit, por ne jemi për ta shtrirë këtë kaos, sepse prandaj quhet rruga e kombit, që prek edhe shqiptarët që jetojnë në Kosovë, po edhe në Tiranë, edhe në Sarandë dhe në Konispol. Duhet përshëndes nga ana tjetër edhe vendimin e Këshillit Bashkiak të Kukësit. Kukësi jo rrallëherë ka treguar qytetari, sepse me një vendim unanim përtej forcave politike ka vendosur pra për ta kundërshtuar pikërisht këtë taks. I bëj thirrje ministrit transportit, por edhe kryeministrit Edi Rama, sepse taksa është me bekimin e tij, që të heqë dorë, sepse do të përballet edhe me mosbindje civile apo qoftë edhe me bllokimin e rrugës kombit, që do të ketë pasoja katastrofale, duhet thënë, në këtë sezon veror ku automjetet apo qytetarët nga Kosova lëvizin drejt Durrësit për të bërë plazh. Ne nuk përfaqësojmë asnjë forcë politike, jemi qytetarë të ndershëm, jemi qytetarë të cilët mbrojmë interesat kombëtare dhe na duket një abuzivitet që i bëhet qytetarëve me këtë taks të mbishtuar, siç tha dhe profesori, që i bëhet shqiptarëve, që i bën në kurrizë të tyre, që çdo familjar nuk do ketë mundësinë që të lëvizë sa herë të dojë, qoftë të ardhur në Kukës apo qoftë për të shkuar edhe në Kosovë. Ndaj thirrja jonë është që qytetarët të zgjohen dhe të dalin kundra kësaj takse. Ky është një augur i zi, domethënë që po kërkohet të vendoset mbi ju dhe mbi gjithë shqiptarët, me fatin e të gjithë shqiptarëve. Gëzimi popullor, domethënë për lidhjen me Kosovën, për rrugën që e mori edhe emrin rruga e kombit, po kthehet domethënë në një pengesë të madhe për zhvillimin tonë ekonomik e shoqëror. Qeveria po kërkon të na heqë 2 lëkurë, 3 lëkurë, sa të dojë, sa herë të mungojnë parat që i shpenzojnë pa asnjë lloj eficiencë kjo qeveri. Nuk na duhen 35.000 lulet në sheshin Skënderbej. Nuk na duhen gurt dekorativ në sheshin Skënderbej që kërkon ta defunksionalizoj. Por atë ka para. Për rekonstruksionin e Ministrisë Brendshme ka para. Por urën pantallon mbi drinën e zi nuk ka para. Dhe për 50 milion do të paguaj subvencion shteti shqiptar 5.6 milion atij koncesionarit, që nuk i dalin parat që do na marri 5 euroshin për çdo kalim. Një koncesion normalisht është një precedent, dhe ne duhet i themi jo një precedent i rrezikshëm që futet në Shqipëri, kjo është një krim i kryer. Edhe unë edhe më përpara kam tregu që do të bashkëpunojmë me shoqërinë civile, jemi edhe me një zyrë juridike që po merret me konsulencën e bashkisë se si ne ta kundërshtojmë këtë lloj koncesioni. Fatmirësisht ndodhemi në një hap shumë të mirë për Shqipërinë, që është miratur reforma drejtësi, dhe krimet që bëjnë zyrtarët do të kenë një përgjigje të merituar. Patjetër që kuksianët dinë ta tregojnë atë, sepse kanë treguar sipas të gjitha kohëve, nuk është një kaos politike, është një kaos qytetare, por qytetare mbar shqiptare. Normalisht që unë jam kryetari i Bashkisë Kukësit dhe patjetër që do ngrej zërin në emër të qytetarëve të Kukësit, në emër të qytetarëve që kalojnë dhe qarkullojnë nëpërmjet Kukësit, por duhet i themi ministrit, kryeministrit, kryetarit të parlamentit dhe jo IFC-s dhe jo të huajve,
që keni përgjegjësi për njerëzit tuaj, keni përgjegjësi për qytetarët e Kukësit, për qytetarët shqiptar, dhe ky veprim dijeni që është një krim. Unë e kam treguar edhe më përpara me kallëzimet që kam pas për gjitha veprimet korruptive që janë bërë, dhe po shkojmë drejt asaj pune dhe do jetë një kazus që qytetarët e Kukësit, qytetarët shqiptar do ta fitojnë.